Atëherë do mundohem shkurt sakt për problemet të cilet i përkasin qytetarëve. U bë reforma vitit 2014 me 2 sfida kryesore. Për të kursyer parat e taks paguesve shqiptar, për të rikthyer kadastrën tek bashkitë që prona atyre të ishte afër tyre. Së dyti, pushteti vendor është i pavarur nga pushteti qendror. Pushteti vendor është përfaqësuesi kryesor i qytetarëve. Pra decentralizim, autonomi, pavarësi. Në fakt çfarë ndodhi? Ne kemi patur më përpara mesataren në 373 njësi, 11.000 banor për një njësi vendore bashkë me komunat. Evropa sot ku ne duat shkojmë, e ka mesataren 6.000, pra kemi patur 11 herë më shumë, dhe çfarë do thotë, nëse i referohemi me shpopullimin që ka ardhur, ka shkuar në 20.000, ose do të thotë e kemi 6.5 herë më shumë se sa Bashkimi Evropian. Kush janë qasjet? Partia Demokratike thotë, sipas Bashkimit Evropian, të shkojë shërbimi sa më afër qytetarëve. Mazniku dhe qeveria thotë centralizim. Një tjetër gjë, Bashkia e Qarkut Dibrës ose e Dibrës është bashkia me sipërfaqen më të madhe në Shqipëri dhe është bashkia që ka përfituar 15 njësi vendore. Bashkinë e qytetit dhe 14 komuna. Si asnjë bashki tjetër në Shqipëri. Referencë tjetër, Bashkia Gjirokastës, i kërkoj ndjes Ylli Aslani që nga Gjirokastra, është gjysma e Dibrës. Ka 7 njësi vendore. Qarku Dibër ka vetëm 4. Ne, si pas shtatës, do të kishim 14. Diskriminim krajnor, përveç se politik. Kush janë efektet negative që ka ndodhur në Dibër? Si a keni parë Reshin, Dardhën, Selishtën, Kalan, Lurën, Trebishtin, Martaneshin, Macukullin, se si e ka shpopulluar vendin, si mund të vinë një qytetar nga këto zona dhe ta morë shërbimin? Sepse është larguar. Një tjetër referencë, kur kishin 373 njësi vendore, nëse 100 lek nga buxheti i bashkive, 40 lek, zoti Urçi, 40 lek shkonin për investime. Më shumë se sa 25 lek dhe 100 lek shkonin për shërbime ndaj qytetarëve, ndërsa për pagat shkonin diku ke 33%. Sot ne kemi për investime vetëm 18.5%, ose të ndryshe, në 100 lek, 18.5 lek shkojnë për investime dhe gati 50% shkojnë për paga. Një tjetër element. Zoti Mziu, i krym 3. Jo. Po i krym 3 minuta. Zoti Male ishte 3 në kokë. Po s'pun ka me mbalen unë. Ishte 3 në kokë. Absolutisht jo. Absolutisht. Mos u merr me tani t'jemi drejt. Mund ta more më laj prapë që se ka gjëra tjera. Po, them t'ja japim qytetarëve, zoti Mziu. T'ja japim qytetarëve. Edhe një, ti e thjesht një speaker, mos i ngatro gjëra. 3, i krym 3. I krym 3. Komuniko, absolutisht jo. Jam antar komisioni, mos përfito, i e thjesht speaker. Paleta mos mbaj më papagallin aty liba. Çdo takim. Jo tash mos ta bëj papagallin. Zoti Mazniku. Zoti Mazniku. Zoti Mazniku, është komision, nuk është bashkëkryetar kjo. E kuptova një herë. Është vetëm speaker ai. Speaker jam. Mos u merr më atë. Po pra speaker por ma jep fjalën. Fjalën. Jam dakord ta bëjmë me të gjithë, se nuk mund ta shkel me i vet. Lidha atë. Ja keni prej çdo njeri. Për shkuar tek standardi që kërkojnë. Partia Socialiste kërkon që Bulqizat bashkohet me Dibrën, që Klosit bashkohet me Burrelin. Kush është qasja PD-s? Në Dibër, ço e zorin. Ço më zorin tash. Ço e zorin vëlla. Zoti Mziu, nëse vetëm në 1 minutë e përmbledh, jo po është e pamundur. Nëse në 1 minutë e përmbledh, po at'i japim gjithë. Fare do flas. Për opinionin publik. Kemi një qeveri moniste
kemi një parlament me vota të blera, kemi 4 kryetar bashkie dhe ndërkohë i mohohet zëri opozitës. Ndërkohë unë ngritën ja 3 përfaqësues bashkisë dhe lexonin referatet, kurse unë antari i komisionit, ish kryetari i bashkisë, drejtuesi politik si dhe manja që mund ta marr fjalën, ne s'duhet të flasim. E kupton? Ne dëgjojmë prallat e Nafijës. E kupton? Ne dëgjojmë prallat e Nafijës për partinë. Lere të komunikoj. Po komunikoj me rregull. Po pra. Për shkuar. 3 minuta. Macellara kërkon bashki. Kastrioti bashkë me zonat e tjera përreth saj kërkon bashki. Reshi Dardha Lura dhe Arasi kërkon bashki. Golobordas që është ndarë në 2 qarqe kërkon një bashki. Shupenza Gjorica kërkon bashki. Macukul Derjan dhe Rukaj kërkon bashki. Urza kërkon bashki. Një tjetër element. U tha që do të kursehet dhe në fakt Bashkia Matit e ka arritur fondin e pagave 8 herë më shumë se sa 10 vite më parë. Bashkia Dibrës 4 herë më shumë se sa 10 vite më parë. Sepse ka patronazhist. A do t'ishin dakord ju Zoti Mziu e që kaluam. hipotekat t'ishin te bashkia juaj apo t'ishin në Kurbin? A do t'ishin dakord ju që zyrat arsimore t'ishin në bashki apo t'ishin në Durrës? A do t'ishin dakord ju që qendrat shëndetësore t'ishte në çdo zonë dhe shkollë në çdo zonë apo të transportoheshin me Zoti Mziu, ke ngritur 2 pyetje të cilat i kam tani tek financat. Faleminderit, ju ke ngritur 2 pyetje ti pyesim tani. I ke rënë kokë. Si shumë kompetenca ke morti më valla. Po i kemi kohën. Mos u bëj shumë E kemi majtis. kohën. Mos u bëj shumë majtis se pak je pak, por jo shumë. Jo shumë. Kemi kohë. Më lër të flas. Ora shpungeni, çaj ju djeg. Çfarë ju djeg më valla? Edhe një. Mos prish kohën. Unë mund të isha aty bashkë me ty, se jam antar i komisionit. Jam antar i komisionit. Edhe njerë do flas pa limit. Do flas pa limit. Do të flas pa limit. Nuk do bësh më komisione. Kaç pa them unë. Do flas, e kam radhën unë. E kam radhën për të folur. E kam radhën unë. Po, rregulli di, unë e kam lexuar përpara te rregullorën. Mas diku je i rritin këto punë. Ti ke çështje të tjera, po jo për te. Shif çështje të tjera. Përse ta mbyll më? Jo, fol dhe 3 minuta, jo mos e mbyll. Fol dhe 3 minuta. Fol dhe 3 Po jo më kam mbyllur temën, ç'të fol? 3 minuta do hapi. Vazhdo jep 3 minutë. Jep 3 minutë. Vazhdo më pra. Jep 3 minutë. Po pra vazhdo. Po s'ka më, jo, ç'të folim. Thuaj këti. Po Xhelal është hapur. A do t'ishin, nuk ka zë. Të lutem, hapini pak mikrofonin. E pra, Ka 3 bonus, por do ta balancojmë me tjerë. a do t'ishin dakord që po ju drejtojmë kryetarëve të bashkisë që janë në këtë kahe. A do t'ishin dakord që ta kishin kadastrën ju, siç e kanë vendet e rajonit? A do t'ishin dakord që arsimin para universitar ta kishë ju në menaxhim, siç e kanë vendet e tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian? A do t'ishin dakord ju që kadastrat ta kishë ju? Kur them ju, pra bashkit që të meshin tapit. A do t'ishi, a jeni të kënaqur? A jeni të kënaqur? Zoti Jeno ndërhyte kryetari i Partisë Socialiste që të pushoj. Nuk e njoh më Po kush jo e është. njoh fund, po them thuj kryetarit të Partisë Socialiste që të pushoj. A do t'ishit dakord? A do t'ishit dakord ju që të mos merrni vetëm 1%, po të merrni 2% si vendet e rajonit dhe që të merrni ato grandet konkurruese. Grandet konkurruese tani jep Fondi Shqiptar i Zhvillimit. A do t'ishit dakord ju që çakullimin rrugor të qytetit, si Maqedonia, si Kosova, si Evropa, ta menaxhonte bashkia? Kush do të qoftë ai majt apo i djathtë, kryetar bashkie? Dhe Shqipëria nuk e ka. A jeni të kënaqur ju që një qytetar i Dibrës merr të ardhra të paktën 5 apo 6 herë më pak se sa qytetari i Durrësit, se sa i Vlorës, se sa i Kavajës, sepse nuk ka burim të ardhrash,
por ka një zgjidhje, buxheti i shtetit i kompenson bashkitë të cilët kanë një mesatare të ardhash më të vogël. Në Shqipëri nuk ndodh. Ndaj Qaku i Dibrës, veriu i Shqipërisë, është populluar sepse është në dispropocion, po themi, të ardhash me zonat e tjera. E ka zgjidhur Evropa, duhet ta zgjidh komisioni, po themi dhe këtë problematik shumë të rëndësishme. Patronazhistët, më shumë se sa 60% administratës që punon në bashki dhe në ujësjelca nuk ka një vend pune, po ka vetëm një kartë, për të tërhequr pagën, dhe kjo do të thotë që duhet reduktuar numri i punonjësve të administratës vendore, që parat mos shkojnë tek patronazhistët, po të shkojë për investime dhe për shërbime të cilët ka nevojë qytetarët. Ka dhe mjaft probleme tjera, por unë po ja fal një 25 sekonda Enos bashkë me Mazlingun. Faleminderit. Zoti Mziu, të them drejtën, më humbi 3 herë koha, por tani që ta luajmë lojën ashtu në diskutime dhe digjesa ashtu siç duhet, zoti Ulsi Manja. Përshëndetje, shumë shkurt, nuk besoj se do i konsumoj 3 minuta, dashur motra dhe vlezër të 4 bashkive të Qarkut, Mat, Klos, Bulqiz dhe Dibër. Shumë faleminderit 2 bashkëkryetarëve, 2 kolegëve tanë, zotit Boqi dhe zotit Mazniku, dhe ekspertëve të 2 forcave politike në Parlamentin e Shqipërisë, për këtë dëgjes që bi plotësisht dakord me disa nga paraforcit tu që në fakt ne deputetët kemi fol boll dhe mundësinë e kemi çdo ditë tentet të flasim, këtu kemi ardhur t'ju ngjojmë ju pro edhe kundër. Nuk e di sa kohë ka ende në dispozicion, sepse jam i bindur që këtu në këtë sallë ka kapacitete që mund t'japin ide shumë mira për reformën territoriale. Nuk është e thënë bëjmë dakord për gjithçka. Fakti që Parlamenti i Shqipërisë 12 vjet mbas reformës territoriale të vitit 2014 e ka çmuar të nevojshme të ketë një komision të posaçëm të reformës territoriale, ka ardhur në një proces maturimi që diçka do duhet të vlerësohet me këtë reformë. Cila ka qenë ecuria e kësaj reforme? U bë mirë që shkum 61 bashki, duan më pak apo duan më shumë? Sigurisht në përfundim të këtij turi dëgjesash në 12 qarqet e Shqipërisë, natyrisht ekspertët, por dhe komisioni i posaçëm i reformës territoriale do t'ullet bëjmë një vlerësim të ecurisë së kësaj reforme. Tani këtu po flasim, ne kemi 4 bashki në gjithë qarkun. Ka propozime që t'jenë më shumë bashki se sa 4. Ka propozime që të ngelemi në këto 4 apo të ketë më pak se sa 4 bashki. Ka lokalitete apo komunitete të caktuara që kërkojnë t'jenë bashki në vete. Të gjitha këto opsione sot kanë ardhur të diskutohen këtu dhe unë jam i bindur që nuk janë dëgjesa formale dhe nuk bi dakord që ne kemi marrë vendimin për cila do të jetë ndarja territoriale dhe kemi ardhur bëjmë disa dëgjesa formale. Jo, unë nuk e mendoj kështu. Kështu që unë do t'ju lutesha Eno dhe 2 bashkëkryetarëve, nëse jemi ende në kohë, sepse e di që këto dëgjesa kanë një farë minutazhit përcaktuar, t'ju lëm ende kohë të flasin këta që kemi ardhur t'i gjojmë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Tani